Për të folur për dinamikat e Big Brother VIP Albania, kam të ftuar në një lidhje direkte gazetarin Klevis Mile. Klevis, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit juve, përshëndetje Guri. Çfarë ka ndodhur gjatë kësaj jave Klevis dhe si pritet nominimi shumë i fortë i mbrëmjes së sotme? Kur të them të drejtën, ky nominim ka qenë shumë një nga nominimeve më të fortë të këtij edicioni, do ta thoshja. Kemi dy super lojtarë, kemi një lojtar të favorizuar nga publiku, gjithashtu kemi edhe një lojtar tjetër Stanaldon, ku ka plotësisht përkraje nga publiku, është diskutuar shumë sepse jemi të gjithë në dyshime se çfarë vërtet do ndodhej sot dhe kush vërtet do të dalë. Opsionet janë të shumta. Dy nga opsionet me të përfolura janë që mbase del Stanaldo dhe me biletën që ka mund të ketë një bilet kthimi. Domethënë mund të dalë Stanaldo me pak i votuar dhe rikthehet sërish në shtëpi me një bilet. Në krau tjetër është edhe opsioni që mbase del dhe Mateo sot, pavarësisht suportit që mund të ketë nga publiku, ne dim tashmë që Big Brother është i paparashikueshëm edhe mund godasin atëra anët. Le të shpresojmë që të jetë opsioni i dytë Gurit, kemi një dalje të dikujt dhe një rikthim me bilet, sepse favorit që janë bërë tashmë të grup të njëri prej grupeve është e tejkalueshme, do të thoshja. Janë bërë shumë favorizime sa i përket grupit të Rogertit dhe të Mirit. Treshja antagoniste tashmë ka marrë 3 favore, nëse mbaj mend shkutia e Pandorës që ka marrë Juela, më tej ka qenë si lider miri i cili ka pas mundësinë për të çuar në nominim, po ashtu kokë më kokë dy lojtarë që kanë nxjerrë Gimbon, edhe ja ku vjen edhe Rogerti që ka çuar kokë më kokë këtë javë Stanaldon me Mateon. Do më vi keq kushdo që të dalin ato dy. Shpresoj mos të kemi dalje dhe të kemi sinqerisht një rikthim. Do më vite shumë keq sepse janë dy lojtarë që meritojnë të prekin finalen. Ka plot lojtarë aty që duhet kishin dalë me kohë Gurin nëse më pyet. Fakt duhet pyes lidhur me dinamikat që kanë ndodhur gjatë kësaj jave, sidomos me përplasjet mes grupit të Rogertit me grupin e Mateo Selinit. Besoni që ka ardhur koha që të dalë dikush nga grupi i Rogertit? Ka ardhur koha që të gjithë të ngelen tek, ka ardhur koha që miri i Rogertit të luftojnë vetëm, ta heqin Juelën përthojse nga grupi i tyre, se Juela është ajo lodra që i sjell Ane Vordall dhe komandon pak a shumë Rogertin sa i përket e qetëson. Edhe kemi parë një atë që Rogerti kur është me Juelën është një person krejt ndryshe. Në pala tjetër kemi Selinën e cila ka vazhduar që kur ka dalë Gimbo lufton e vetme, përballet e vetme gjatë shumë situatave aty, pavarësisht se ka edhe shëndriti momentalisht, por nuk e di edhe për sa kohë akoma do ta ketë. Edhe një palë tjetër grupi është edhe Mateo me Brikenën, që tashmë janë bërë grup, pothuajse, duken qartazi që mbështesin njëri tjetrin në lojën e tyre. Por pyetja që më bëre po Guri, është momenti që të kemi një dalje edhe nga ky grupi i Rogertit, pothuajse mund të dali Edisa, pastaj duhet të largohet edhe Juela, se nuk e besoj se Juela nuk, për mendimin tim, nuk e meriton finalen. Qëse pyet mendimin tim, thet as Rogerti nuk e meriton finalen. Rogerti më shumë që mund të jap unë si Klevis, por aq lojë sa i ka bërë dhe ofendime, ajo shumë që duhet të arrijë është pak në gjysmëfinalja. Finale, a më lejon të them 5 emra që unë mendoj për finalistë Guri, që të doja vërtet dhe e meritojnë vërtet në finale. Po, mund ta thosh. Unë doja të ishte Miri, të ishte Selin, të ishte Stanaldo, Mateo dhe Brikena. Këta janë 5 finalistë për mua. Që do ishte vërtet e drejt për drejt dhe shumë e drejt për gjithë që të shkonin deri në finale. Se janë 5 banor, të 4 nga ata janë qenë dita aty brenda, përveç Mateos i cili ka hyrë disa ditë me vonesë, por pavarësisht Mateo ka qenë një nga kryefjalët të vërtetë në këtë Big Brother, Pavarësisht se po nëse finale është me 4. Po nëse është me 4, atëherë i bie të dalë Brikena Guri, se Brikena nuk është se ka bërë lojë aty brenda. Jemi sinqert. Mateo ka bërë më shumë lojë se Brikena, pavarësisht se kanë pas ato lidhje të tyre dhe janë përfolur më shumë për ato situatat, por Mateo ka luftuar më shumë, ka pas më shumë debate, ka pas më shumë përplasje sa i përket Rogertit, Mirit, Artanin gjithashtu që ka pas kundra, dhe me Selinin pothuajse deri diku ka pas ato sherrët e tija, nuk ja ka matur. Ato ide dhe skemat e lojës për bashkëpunimin Selin
Selin Roger që ka hedhur gjatë ditëve më përpara. Domethënë Mateo ka qenë me i futur në lojë se sa Brikena. Kurse Brikena është ajo, unë jam mbështes mendimin më fal Monika, se deri diku Monika në herë flet dhe mirë, kur i thotë që ti e veç lullon, pasqyrën, tualet, edhe është në rregull, se nuk është se kemi parë Brikenën aktive në shtëpi ose të bëjnë një debat. Është deri diku, po nuk mund ta quaj që është lojtare për Big Brother. Mund të them Guri që deri diku Brikena ka shtyt pak më tepër se ç'duhet për arsyetimin e Mateos aty brenda. Do ajo, ky është realiteti. Na pëlqen një realitet është ky. Mateo ka ndihmuar Brikenën dhe jo Brikena Mateon. Brikena ka ndihmuar Mateon tek ai nominim që e ka nxjerrë, nëse mban mend, kur i është dhënë mundësia për të shndruar një banor me një banor tjetër dhe ka fut Mateon aty, ja ka dhënë favorin Mateos dhe ka çuar drejt finalit momentalisht. Ndërkohë, lidhur me, po themi, këtë përballjen Selin Miri, të duket sikur me ikjen e Gimbos Selin është tërhequr pak apo është më shumë, po themi, përshtypje publiku? Selini ka rënë pak si lojtare në ato debatet, ka rënë dhe duket qartazi, sidomos ditët e para, Selini ra shumë, pati dhe shumë konflikte, ngacmime në banorët aty, por u tregua fort Guri. Mua më pëlqen shumë Selini për qëndrimin që mban edhe për aftësinë që ka, për moshën që ka Guri. Jemi të sinqert, e meriton pothuajse, e meriton qëndrimin e saj gjatë finalit deri në finale dhe pse jo dhe një fitore. Ka treguar vërtet që është një lojtare fort për moshën që ka. Sa i përket në Mirin tani, ne kemi pas një ide se nëse del Gimba, ajo mund të ketë një bashkim me Mirin në lojë, mund të ketë ato lojrat andej, por nuk është se kanë parë diçka të tillë deri tani. Ajo qëndron akoma të marrë distancën e saj kundrejt Mirit dhe lojën e saj e ka nisur vetëm në krahun e saj që ka shëndriti momentalisht dhe vazhdon luan. Më pëlqen shumë qëndrimi e saj dhe besoj se kështu do ta vazhdojë. E ka kuptuar momentalisht që ajo nuk duhet të kthehet me Mirin, e ka kuptuar që nëse ka një rikthim me Mirin ajo ka shumë minus, prandaj edhe ajo vazhdon të qëndron vetëm në lojën e saj. Çfarë pritet të ndodh sonte? Do kemi ndonjë ballafaqim, ndonjë, po themi, surprizë që do na lejë me gojë hapur apo rutinë si gjithmonë? Po surpriza që do na lejë me gojë hapur, gjithë presin këtë nominimin në Guri, se çfarë do bëhet gjatë prajmit ne kemi parë, janë ato sherrë debate që diskutohen, do pritet se çfarë favori do kenë prapë, se mund të kenë një favor tjetër grupi Rogertit, këta dy ninjat, se kishin dy ninjat ditët që kalojnë, ninja Miri i Rogertit, të cilët shkatrojnë shtëpinë dhe asnjëri s'e ka gjetur, pothuajse veç Rogertin disa persona e kanë pikasur, por shpresoj që favori që do t'i jepet këtë javë mos jetë prapë një favor i tillë, sepse pastaj shkon në një fazë ku duhet t'i vënë një prefse që t'i thonë që boll këta të vazhdojmë që kena krau tjetër. Unë atë që shoh Guri është që Rogertin me Mirin e ka zënë frika momentalisht. I ka zënë frika sepse e kanë kuptuar që këta i kanë marrë favorit e tyre. Tani është krau tjetër për të marrë favorin edhe e gjithë frika tani është se kush do jetë lider këtë javë. Edhe sa i përket Rogertit doj që të dali Mateo, se di që nëse nuk del, Mateo mund të jetë sërish një lider i ardhshëm dhe mund të ketë një favor, të cilin favor mund ta përdori kundrejt kundërshtarëve të tij. Kjo është e gjithë meraku, këto janë të gjitha debatet që ndodhin në shtëpi, do shohim plot përplasje sot. Prandaj ju sugjeroj merrni kufje, ulni çik zërin e televizorit, mos e mbani aq se e dihet tashmë që zien shtëpia momentalisht, zhurma të mëdha, debate, nuk merren dot vesh, edhe ne mundohemi t'i kuptojmë Gurin. Por që ky është Big Brother, kështu ka vendosur se vjet vëllai i madh të na falë këtë reality show dhe kështu edhe ne mundohemi ta mirëkuptojmë. Klevis, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit juve.